Konferenca e kryetarëve në Kuvend u mblos sot për të diskutuar një sër çështjesh procedurale, por tensioni përqendrohet tek dy kërkesat e opozitës, të cilët në fund u rrëzuan. Bëhet fjalë për mocionin me debat mbi programin qeverisës dhe mocionin mbi ngjarjen e genocidit serb në Kosovë. Kryeji i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi këmbënguli që të paktën mocionin mbi programin qeverisës të futën në rendin e ditës së njëjtë, duke qenë se kjo është seanca e vetme e parashikuar për këtë javë. Mazhoranca bërtet se opozita nuk do debat, ndërkohë që është vetë ajo që po e pengon. Ky është një shkelje flagrante të së drejtës kushtetuese të opozitës për të kontrolluar qeverinë, deklaroi Bardhi. Edhe kryeri i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Tedi Blushi reagoi ashpër duke konsideruar refuzimin e kërkesës si një tjetër përpjekje për t'i zhbërë opozitës së drejtën kushtetuese. Ai theksoi se ndërkohë që kuvendi gjen kohë për të kaluar ligje dhe marrëveshjet të qeverisë me një shpejtësi rekord, i mohohet opozitës së drejta minimale për debat parlamentar. Nga ana tjetër, kryeri i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla hodhi poshtë argumentet e opozitës. Ai u shpreh se programi i qeverisës tashmë është diskutuar në seancë plenare, edhe pse pa debat të dhe sipas tij kjo çështje është ezauruar. Kanë kaluar 2 javë nga seanca miratime të programit qeverisës, i cili u kalua pa debat dhe kërkesa e opozitës nuk respekton as në formë as në përmbajtje përcaktimit e 19 të rregullores së kuvendit, tha Balla. Ky zhvillim vjen vetëm pak ditë pasi opozita dërgoi listën me emrat e anëtarëve të saj në komision parlamentare dhe votoi bashkë me mazhorancën për të miratuar ato. Megjithatë, mosmarrveshjet mbetën të thella për shkak të ndarjes së vendeve në komisione, ku Partia Socialiste mban 7 anëtarë dhe opozita 4. Formulën në të cilën kjo e fundit konsideron të padrejtë edhe jashtë standardeve demokratike. Refuzimi i 2 mocioneve nga konferenca e kryetarëve pritet ta shpërthojë më tepër plasjen mes opozitës dhe mazhorancës, duke zhvendosur betejën politike nga salla e kuvendit në opinionin publik, ku opozita pritet të theksojë se qeveria po i mbyll dyert debatit dhe transparencës.